Një drejtor shumë të suksesshëm. Mbi gjitha një menaxher shumë të suksesshëm. Ky e ka bë televizionin nishin, dyshin, treshin, kaçin, po më duket den Komaran s'ka ditë më nol. Sonte në emisionin Sofra Saliut na ka nderu ish drejtori general i radio televizionit Kosovës, zotri Mentor Shala. Mentor, mirë mbroma, si je? A je lodh? Që shkalove? Kam qenë, pavarësisht që kam qenë gazetare, tani redaktore, kështu periuda ndryshme, kam qenë pjesë të tana zhvillimeve të RTK-s. Edhe të zhvillimit të RTK-s si institucion. Që thamë edhe pak më herët LDK-s, e cila mbrana vetes ju ka hy probleme tash, kanë të lashtë. I ka një ujtë mbrana. Po, i ka një dreqi. Se s'po thëmë se tani ata vendosja mrapa Albin Kurti, tani janë ata janë kot krejt, Viç Albini është krye se më bom. Viç Albini është këtu. Albini është atjetër, hekja o Albinin s'ka më vendosje për mendimin. Malvasha? Ros ishin kohë. Ishin kohë të malu lujen. Po, po enjoying këtë ata po. Edhe tha nuk... S'ke vetë, se me pas vetë kisha kalzu. Mas pavarësis, i denë sulme për në kuvend. Krejtë këto gjona. Tjetra, narracioni për një vend dështum Kosovës. Kosova gjithmonë u paraqit prej Albin Kurtit. Vetë thua porës na shqiptarët, silëm e katë silëm apet që apet keme dollë të politika. Në këtë rast, unë menoj që ishtë dashtë me ka një qeveri e cila o stabile, e cila i siguron të 10 e përpjet deputet.